Libri i profetit Sofonia. Do të lexojmë nga kapitulli i parë, paragrafin e 14. Libri i profetit Sofonia. Dita e madhe e Zotit. Është kapitulli i parë i Sofonias, paragrafi 14. Dita e Zotit është e afërt. Është e afërt dhe po vjen me shpejtësi të madhe. Zhurma e ditës së Zotit është e hidhur. Atëherë njeriu trim do të këllthas fort. Ajo ditë është një ditë zemrimi, një ditë mjerimi dhe ankthi, një ditë shkatrimi dhe shkretie, një ditë terri dhe mjegulle, një ditë resh dhe errësirë të thellë, një ditë zhurmimi të burisë dhe alarmi kundër qyteteve të fortifikuara dhe kullave të larta. Unë do të sjell fatkeqësinë mbi njerëzit dhe ata do të ecin si të verbër, sepse kanë mëkatuar kundër Zotit. Gjaku i tyre do të shpërndahet si pluhur dhe mishi i tyre si jashtëqitje. As argjendi i tyre, as ari i tyre nuk do të mund t'i çlirojnë ditën e zemërimit të Zotit. Përkundrazi, tërë vendi do të glabërohet nga zjarri i xhelozisë së tij, sepse ai do të kryej me siguri një shkatërrim të plot të gjithë banorëve të vendit. Gjykimi mbi popujt armiq të Judës. Kapitulli 2. Mblidhuni bashk, o kombi pacip, para se dekreti të ketë efekt, para se ditët të kaloj si byku, para se të bjerë mbi ju zemrimi i zjarrit i Zotit, para se të vijë mbi ju dita e zemërimit të Zotit. Kërkoni Zotin ju të gjithë, të përullurit e dheut, që zbatoni ligjin e tij. Kërkoni drejtësinë, kërkoni përullsinë, ndofta do të jeni të mbrojtur në ditën e zemërimit të Zotit. Sepse Gaza do të braktiset dhe Ashkeloni do të bëhet një shkreti. Do të dëboj Ashdodin me dhunë në mes të ditës dhe Ekronin do të qrënjoset. Mirë banorët e bregut të detit, mirë kombi i kerethejvet, fjala e Zotit është kundër teje o Kanan, vend i filistejvet. Unë do të të shkatërroj dhe nuk do të mbetet në asnjë i gjallë. Kështu bregu i detit do të jetë i teri, kullot me banesa për barind dhe vath për kopet. Bregdeti do t'i përkas pjesës së shtëpisë të Judës, në këto vende do të kullotin kopet, në mbrëmje dhe të pushojnë në shtëpitë e Ashkelonit, sepse Zoti, Perëndia e tyre do t'i vizitoj dhe do t'i kthej nga robëria. Amen, fjalës të Zotit. Vëllezër dhe motra, është e tmerrshme fjala profetike e Perëndis, në qoftë se kthejmë shikimin ton edhe tek paragrafi i 4 i kapitullit të 3 i të njëjtit profet, për ato që shohim që të gjitha sa ka profetizuar atëherë Zoti sot janë realizuar. Gaza, që është pjesë e filistejvet, sepse filistejt ishin mundësisht refugjat, do më thënë, nga Kreta ishin, që kishin vajtur atje në Gaza, dhe kjo po bëhet tani. Do më thënë, sot bëhet ashtu. Si, do më thënë, shkretëtimi dhe zhdukja dhe s'do të ketë banor në atë vend. Përse? Sepse Zoti, Perëndia, do të vizitoj popullin e Izraelit dhe popullin e Judës, do t'i kthejnë nga robëria e tyre, ashtu sikurse e bëri, që mblodhen hebrejt, dhe aty do të bëjë një hakmarrje të madhe kundër filistejvet, të cilët i munduan gjithë këto kohë. Por kjo po bëhet sot në kohën e dhjatës të re, por ajo që ka rëndësi të dashur vëllezër dhe motra është se të gjitha vazhdojnë në 630 para Krishtit që profetizon dhe bën të njëjtin fillim me Jeremian. Atëherë në 630 përpara Krishtit profetizoi edhe Jeremia kundër Izraelit, ashtu sikurse parashikon nëpërmjet fjalës profetike që të ngrihet mbret
me një fytyrë të egër nga veriu i Izraelit që ishte Siria dhe Nebukadnestari, që e quan shërptor të Perëndis sepse do të bëjë vullnetin e Perëndis. Urdhërat të Perëndis do të zbatoj dhe në 587 do të vijë ajo ditë e madhe dhe llahtarshme ku për të cilën profetizon edhe Sofonia duke thënë se është e sigurt dita e Zotit, ardhja e ditës të Zotit, rreth 20 me 25 vjet, 630-ën deri në 587-ën. Dita e Zotit po vjen me shpejtësi të madhe, zhurma e ditës të Zotit është e hidhur, do të deklaroj pra kundër Izraelit këto fjalë. O Zot Perëndi. Dhe ajo ditë do të jetë një ditë zemrimi, mjerimi, ankthi, shkatërrimi, shkretije, ditë terri, mjegullet, ditë resh, me errësirë të madhe, me zhurmim të boris dhe alarm kundër qyteteve të fortifikuara. Por e përsëris se fjala profetike e dhjatës të re është për mësimin ton, por ka në te profeci për ditët e fundit, ku do të vinë kohë të këqija, kohë të vështira. Fjala Perëndis thot sikur dhembjet e gruas me barr, të cilat nuk durohen, por ajo ditë që do të vijë fill pas dhembjeve të gruas shtatëzen, do të vijë ditë bekimi, ditë çlirimi, që të vazhdoj zemërimi i Perëndis, të filloj zemërimi i Perëndis për popullin e Izraelit dhe për shpëtimin e Izraelit, sikurse këto 7 vjetët e Antikrishtit i plotfuqishmi Perëndi do të jap frymëhiri dhe mëshire për popullin e Izraelit. Dhe do të kthehen, do të pendohen, do të qajnë, sepse ato janë që do të kuptojnë se e të ishpuan Mesian, birin e Perëndis të gjallë. Dhe fill pas kësaj dhe përsëri do të vijë ashtu sikurse është e sigurt tani sot dita e Zotit, dita e madhe e Zotit, dhe shpejtohet që është ardhja e dytë në luftën e Armagedonit, ku Jezu Krishti me gjithë të shetët e tij do të zbresë në tokë. Dhe ndërsa do të zotëroj Antikrishti dhe profeti Rem për 7 vjet, do të jetë pikëllim kaq i madh sa që s'ka ndodhur dhe s'ka për të ndodhur mbi njerëzimin. Ndërsa Zoti i plotfuqishëm, biri i Perëndis të gjallë, do të jetë ai i cili do të përmbush vullnetin e Perëndis duke bërë dasmën e tij me kishën dhe banketin ku do të gjenden miqt e dhëndrit. Dhe me gjithë të shenjtët kështu do të vijë mbi tokë me gjykim të madh. Antikrishti do të mbledh gjithë ushtëritë e tij që të luftoj kundër ufovet, thuhete, pra që të luftoj kundër ardhjes së Zotit Jezu Krisht me gjithë të shenjtët. Por ajo ditë do të jetë e llahtarshme dhe e tmerrshme, për të cilën e profetizon Sofonia për popullin e Izraelit atëherë dhe për popullin e Izraelit edhe sot. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme, të dashur vëllezër dhe motra, që të këmbgulim në ligjin e përkryer të lirisë në mënyrë që të na zbulohet
për mësim, vullneti i Perëndis që është i mirë dhe i pëlqyer, dhe ne nëpërmjet frymës të shenjtë të drejtohemi në gjithë të vërtetën, ashtu sikur se fryma e shenjtë do të na zbulojë dhe të ardhmen. Është shumë serioze, të dashur vëllezër dhe motra, që në kishën e tij Krishti të zbulojë të ardhmen. Të dim plotësisht jo kohërat që i mban në pushtetin e tij i plot fuqishëm i Perëndi, por e dim plotësisht planin e tij dhe se çfarë ka për të bërë. Është e mrekullueshme vëllezër dhe motra, dhe të gjitha shenjat janë përmbushur dhe janë 3 shenja bazë dhe jo vetëm 3. E para është klima globale që nuk është dukur e tillë mbi faqen e dheut asnjëherë tjetër, por që kjo po zhvillohet gjithnjë dhe më tepër dhe gjithnjë dhe më tragjike. E dyta është kriza ekonomike. Ashtu sikur se të gjitha po shtrëngohen, pagat mbeten në të njëjtin vend sepse nuk ka të fitime dhe gjërat shtrëngohen. Dhe ajo që thot fjala e Perëndis është zi buket, sëmundje dhe murtaja të ndryshme, ajo që ndodh edhe në kishë, edhe në gjithë njerëzimin, vdekjet, kanceri po bën namet sot. Nuk ishte kështu përpara vitesh dhe jo shumë vitesh, por përpara 90-s të paktën nuk ishte kështu. Tani kanceri po bën namet. Pra zi buke, sëmundje, tërmete, përmbytje, kriza globale, varfëria, kriza ekonomike dhe më e keqja nga të gjitha është kriza shoqërore. Çfarë do të thotë kriza shoqërore? Do të thotë refugjatët. Dhe këto refugjatët nuk bëhet kot që të vendosin disa të thënë hajde të qohemi të ikim, por nuk mundën të rrinë më aty ku janë. Kushtet e jetesës së tyre janë 0. Dhe me rrezik vënë jetën e tyre dhe marrin vendimin të bëhen klandestin dhe të shkojnë në vendet më të pasurat që janë nga vendi i tyre. Dhe këto nuk janë fantazit njerëzore, por kjo është fjalë profetike e Perëndis. Zbulesat të fjalës të Perëndis. Vetëm Perëndia i din këto, sepse ai i bën dhe na i zbulon nëpërmjet frymës të shenjtë, ashtu sikur se na drejton në çdo të vërtetë dhe e përsëris, dhe na zbulon dhe të ardhmen që të njohim se çfarë po vjen përpara nesh dhe çfarë duhet të bëjmë në mënyrë që të mund të jetojmë jo vetëm në këtë jetë, por më shumë për në përjetësi. Tani tema është shumë kritike, vëllezër dhe motra. Është tema që se si të mund të jetojmë, të rrojmë, sepse dhe pak do të dëgjohet boria e Perëndis, urdhëri i Perëndis, zëri i kryengjëllit. Dhe këtë e dim sepse na e thot fjala e Perëndis. Dhe boria e Perëndis, boria e fundit e Perëndis, aty ku për një moment sa hapet dhe mbyllet syri i njeriut, tek disa ky trup i prishëm do të vesh mos prishjen dhe ky trup i vdekshëm do të vesh pa vdeksin, dhe kështu do të gjendemi pasi të ringjallemi, të paret të vdekurit në Krishtin të ringjallen dhe pastaj ne të gjallet për të takuar Zotin në ret, në ajër. Të dashur vëllezër dhe motra, mesazhi i sotshëm është se i dim të gjitha. Dhe nuk i dim të gjitha ne sepse jemi theologët dhe as mësuesit apo as të shkolluarit, por këto i dim të gjitha sepse jemi nxënës të mësuesit tonë që quhet Jezu Krishti. Dhe kush i din? Këto gjëra i din që fëmijët deri tek të moshuarit. Të gjithë i dim, me detaja të hollësishme i dim. Por ky është mesazhi, se i dim të gjitha,
Por pika kritike është se çfarë bëjmë tani ku me të vërtet mësuesi jon dhe drejtuesi jon na mëson, na zbulon dhe na tregon nëpërmjet frymës të shenjtë, na drejton në çdo të vërtet dhe na zbulon të ardhmen. Dhe ne nga ana tjetër çfarë bëjmë? Kush do të na e thotë? Përsëri fjala profetike e Perëndis. Dhe çfarë thot fjala profetike e Perëndis? Për drejt kombeve që nuk i don atëherë dhe drejt kombeve që nuk i don edhe sot. Pra rini zgjuar se në atë moment që nuk e pritni vjen, kini kujdes nga shqetësimet e përditshme. Me çdo mundësi ruajeni zemrën tuaj. Zoti po vjen për një moment, sa të hapet dhe të mbyllet syri, nuk do të arrish. Të mos harrojmë kurrë se ishin 5 virgjireshat të mençura dhe 5 budallaqket. Që të 10-tat dolën jashtë dhe pritën që të vijë Zoti. Që të 10-tat prisnin Zotin, ardhjen e Zotit. Por pika. 5 u rrëmbyen, të 5 të tjerat mbetën. Dhe sot, ashtu sikur se lutesha, pyesja veten dhe thoja, o Zot, kush janë 5 virgjireshat e mençura dhe 5 budallaqkat? Dhe erdhi dhe më tha Zoti dhe u tremba. Nuk është kjo ajo pyetja që duhet bërë. Pyetja që duhet bërë është, ti a je nga të mençurat apo nga budallaqkat virgjiresha? Dhe e dini pse më tha, sepse unë isha i sigurt se isha nga të mençurat, sepse mbushem me frymë të shenjtë, por ja që nuk më mjafton kjo. Nuk mjafton kjo. Bëhuni të shenjtë, sikur se unë jam i shenjtë, ecni në dashuri. Kujtoni se kishte njeri ku në dasmën e qengjit hyri pa veshje të dasmës. Ishte i thirrur, ishte i zgjedhur, por hyri pa kujdes, domethënë. Por tani pyetja që duhet është, ti je nga të mençurat apo nga 5 budallaqkat? Nuk më siguron kjo që unë përmbushem me frymë të shenjtë. Ky është një kusht i domosdoshëm, por qëndron në këto 3 tema bazë që don Perëndia, në dëgjimin e fjalës të Perëndis, në praninë e Perëndis së dyti, dhe e treta dhe mbase më seriozja, e adhuron Zotin me gjithë zemrën, me gjithë shpirt, me gjithë forcë dhe vetëm Zotin? Nuk i kisha kuptuar këto. 3 karaktera bazë janë këto që me të vërtet do të sigurojnë logjikën se i përket me të vërtet të virgjave të mençura. Dhe i them dhe një herë tjetër sikur se i dëgjova. Mbetesh me frikë dhe me drithma përpara fjalës të Perëndis, përpara ungjillit të Jezu Krishtit? Apo mashtrohesh majtas dhe djathtas? Unë i them këto me shqetësimet, me mendime të ndryshme, me ankth dhe me frikra. Qëndron në bindjen e ungjillit, i mbindur në ungjill. E dyta, a je gjithmonë në praninë e Perëndis, apo disa herë je në praninë e Perëndis dhe herë të tjera jashtë pranisë të Perëndis? Me botën përjashta. Mos vallë mbahet në zemrën tënde vullneti i botës, miqësitë me botën, dëfrimet me botën. Kujtoni
është shërptori i mençur dhe besnik, por ekziston edhe shërptori dinak përtac, i cili çfarë thot? Vonon Zoti të vijë. Zihet me bashkëshërptorët e tjerë, ashtu sikur se ma tha Zoti. Dhe han dhe pin me pijenecet. Me pijenecet do më thënë, as nuk qëndron plotësisht në ungjillin e Jezu Krishtit, e dyta, as nuk qëndron gjithmonë në pranin e Perëndis në emër të Jezu Krishtit dhe nëpërmjet frymës të shenjtë, dhe e treta, nuk adhuron gjithnjë në mëngjes, në drekë dhe në darkë, gjithmonë Zotin Perëndin e tij me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë forcë dhe me gjithë mendje. Ai do të jetë tek 10 të mençurat, tek 5 të mençurat? Jo, sepse thua mbase se kur të gjyqëzohem mbushem me frymë të shenjtë, nuk mjafton kjo, por do të jesh shërptor, besnik dhe i mençur. Dhe dini çfarë do të thotë fjala e Perëndis? Çfarë thot fjala e Perëndis? E lexova dhe thot: ja shërptori im në të cilin është i zgjedhur im që shpirti im u kënaq në te. Jeni shërptori i tillë, them unë, sikur të ma thoshte Zoti tani. Jeni shërptori i tillë që ka vënë Perëndia frymën e tij në te me mision që të deklaroj drejtësinë e tij tek kombet. I ke këto karakteristika të këtij shërptori, nuk zemërohet, nuk mërzitet, por është i butë dhe i thjesht, është i dorueshëm dhe falës, nuk tregon veten e vet, por është i përulur, i qetë dhe besnik. I ke këto karakteristika? Dhe përgjigja ime ishte: Zot, ndihmom të lutem. Pa ty nuk mund të bëj asgjë. Dhe frikë dhe drithma mbushi zemrën time dhe më kujtua fjala e Perëndis që thot: me frikë dhe me drithma veproni për shpëtimin tuaj. Kur u gjunjëzova, studioja dhe lutesha, isha i sigurt, dëgjoni vëllezër dhe motra të dashur, se do të jem në rrëmbimin e kishës. Dhe kur u ngrita nga lutja ime, isha i sigurt se nëse nuk më ndihmon Zoti, kur nuk do të jem. Nuk është e tmerrshme kjo, vëllezër dhe motra? Nuk është rënditëse? Për këtë arsye, çfarë thot Zoti? Përpara se Zoti të deklaroj gjykimin tuaj dhe përpara se të kaloj rasti juaj për të penduar, ju kërkoni Zotin të butët dhe ato që realizojnë fjalën e Zotit. Kërkoni drejtësinë dhe zemërbutësinë, mbase do të mbuloheni në ditën e zemërimit të Zotit, e tmerrshme. Dhe mundësisht Isaia e thot kaq bukur, fjala e Perëndis, do me thënë, thot, kërkoni Zotin tani sa është e mundur të gjendet, sepse tani është koha e përshtatshme, tani është dita e shpëtimit. Tani nëse dëgjon zërin e Perëndis, e dëgjon, e kupton, tani nëse dëgjon zërin e Perëndis, mos u largo prej tij, por ulo që të gjesh hir nga Perëndia. Dhe ki kujdes që të braktisësh udhën e padrejtësisë dhe udhën e paudhësisë dhe gjithmonë të kthehesh tek Zoti që të të mëshiroj, sepse dhe këtu mbyllet tema dhe mesazhi, sepse ato që dua unë nuk janë ato që doni ju. Kur
Dhe ato që unë kam deklaruar nuk janë ato të cilat i ke vendosur ti në mendjen tënde. Aq sa është larg qielli prej tokës, kaq larg janë mendimet e mia nga mendimet tuaja, dhe udhët e mia prej udhëve tuaja. Sot pra, nëse më lejohet, e kuptova se ajo që mendoj, që ta them më vërtetësi dhe kam turp për këtë, për atë për të cilën isha i sigurt, është se mendimet e mia dhe udhët e mia janë aq larg sa është qielli prej tokës nga mendimet e Perëndisë dhe udhët e Perëndisë. Sa bukur sot të përulemi, të gjithë ne, dhe të themi i pa vlerë dhe i pa forcë jam o Zot. Në shumë jam fajtor, se kam kuptuar. Kisha një siguri brenda meje, në të vërtetë u them dhe më fal o Zot, ja thash se isha i sigurt brenda meje. Por kjo siguria ime ishte diçka e rreme, ishte njerëzore, e pa vlerë. Zoti im, sot pra të dashur vëllezër dhe motra, le të përulim veten tonë në krahun e fortë të Perëndisë, me shpresën se mbase na mbulon në ditën e zemërimit të Zotit Perëndia. Krishti. Por edhe Pali e thot, mbase marr pjesë në ringjalljen e të vdekurve. Ndoshta, dhe unë thoja brenda meje që jam i sigurt. Dëgjoni, mbase marr pjesë në ringjalljen e të vdekurve. Dhe jo vetëm kjo, por nënshtrej veten time dhe e përuli, se mos vall tek të tjerët unë Pali ju predikova, kurse për veten time dali pas provuar. Ndoshta, o Zot Perëndi më fal. E dini vëllezër dhe motra se çfarë më gjeti, dhe unë t'i thoja jam i sigurt, kështu thoja brenda meje, nuk e thoja me gojen time, por Zoti e njeh ç'është dhe çka zemra ime. Isha i sigurt brenda meje. Dhe Zoti thot, je i pamend. Nuk më tha, por e kuptova. Je i pamend. Je i pa vlerë, je i pa forcë, je shërptor i pa vlerë. Për këtë arsye të dashur vëllezër dhe motra, me një zemër shumë të coptuar sot, të gjithë ne, askush të mos thoj se unë do të hyj pa tjetër në mbretërinë e qiejve, sikur se thash unë. Për të gjithë të themi, o Zot, ki mëshirë për mua mëkatarin. Amen.